Friday, January 21st was a sad day. E premtja 21 janari ishte një ditë e trishtueshme për gjithë shqiptarët, veçanërisht për shkak të humbjes së jetës së 3 personave gjatë dhunës politike. Në një situatë të tillë nuk ka fitues, ka vetëm humbës mes udhëheqësve politik, humbet populli dhe imazhi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, aty ku ajo synon të antarësohet. Vazhdimi i përpjekjeve për të kthyer këtë gjendje humbjeje në një gjendje fitore rrezikon të sjellë dhunë të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara, si një mik i mirë Shqipërisë, Albania are concerned about this situation. Prandaj, ambasadori Arvizu me mbështetjen e fortë të Parlamentit të Shtetit përpunon intensivisht me Bashkimin Evropian, me OSBE-n, të japë palëve një mundësi që të ndalen për një moment, të marrin frymëthell, të rivlerësojnë dhe qetësojnë situatën. Lidhur me gjendjen e sotme, dua të respektoj atë që tha ambasadori Arvizu, se pas kërkesës së prokurores së përgjithshme, ne jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmë teknike. Hetimet do të drejtohen nga pala shqiptare në ndihmë teknike nga Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë, në mënyrë që përgjegjësia për dhunën, për vrasjet e së premtes, të përcaktohet në mënyrë ligjore, në një formë që përmbush standardet evropiane. Kjo do të jepte të dyja palëve mundësinë të thoshin se shqetësimet e tyre për dhunën po zgjidhen në mënyrë të pavarur dhe të pamshme. Kjo është e rëndësishme jo vetëm për situatën e sotme politike, por edhe për zhvillimin e institucioneve të Shqipërisë. Është jetike që një institucion i pavarur si prokuroria jetë në gjendje të bëjë punën, jetë në gjendje të bëjë një hetim të besueshëm të asaj që ndodhet të investigation. Secondly, we welcome the opinion of the Prime Minister to interrupt the manifestation that PD had organized on Saturday. After the talks with Ambassador Arvizu and the Vice Secretary of State Gordon, he took a decision which is in accordance with the actual situation for coming in and avoiding any tension. Ne mirëpresim këtë vendim. Kryetari i Partisë Socialiste ka bërë të ditur se ai synon të zhvillojë një demonstratë paqësore të premte. Unë kam respekt të plot për zotin Rama, por duhet të them se sinqerisht ky është një gabim. Gjendja sot në Shqipëri është shtet e mbimarkuar. Edhe me synimet më të mira, edhe me synimin e mirë javën e kaluar për të zhvilluar një protestë paqësore të antidhunës, është vështirë për çdo politikan të premtojë se do të ketë protestë paqësore kur ajo planifikohet në një atmosferë kaq të nxehtë. E ti se demonstrata bëhet në kujtim të tregtimave, por unë jam shqetësuar se nëse demonstrata zhvillohet, nëse kalohet në dhunë, në vend që të nderoheshin viktimat, do të krijojë efekti kundërt. Instead of honoring those victims, it will be a dishonor to those victims of last week's violence. Let's stop for a moment the investigation. Let's stay for a moment to investigation of the event. There are many theories on the way the situation come in this point, but now we are here and the investigation are the most important. Both parties are referring to the prosecution, but do you think that there is a proper environment to do a proper investigation? At first, we are pleased that Ne jemi të kënaqur We që are prokuroria e delighted that the përgjithshme na General kërkoi ndihmë Prosecutor asked dhe us jemi for në help gjendje të and we are përgjigjem ready to pozitivisht give a kërkesës, positive megjithëse answer. besoj më kuptoni Even though se the opsit nga ndihma details konkrete që on mund t'i where japim it's going ende to nuk janë be finalizuar. our support are not Kryeministri e decided mirëpriti yet. përgjigjen Prime tonë Minister pozitive, and po ashtu edhe udhëheqësi i opozitës e mirëpriti the head përgjigjen of the tonë. opposition Besoj se welcomed të our gjitha positive partitë, gjithë lojtarët response. e I think rëndësishëm all në the parties in Shqipëri e Albania kuptojnë se një hetim i pamshëm me ndihmë teknike nga jashtë understand është that një prej elementëve kyç për të an zgjidhur independent dilemën e tanishme investigation together with the politike. Dhe system për sa is kohë the pare key të element to përmbajnë solve këtë the actual qëndrim dhe crisis. lejojnë As long as prokurorin the të bëjë parties will punën, think this besoj se kjo do të this ndihmojë way në and will qetësimin e permit the gjendjes dhe do të prosecution sjellë to do the dialogun job, dhe I think the kompromisin e situation duhur. will be dialogue and compromise stabilized that we and there need. is going to be the appropriate dialogue and the compromise. A mendoni se në këtë situatë Do you believe that pas under sulmeve të this ndërcjella midis task Ramës dhe situation, Berishës, after janë the bërë mutual tashmë attack of personale, Rama and këta dy Berisha, udhëheqës these mund të two ulen leaders dhe të can sit negociojnë me down një tjetrin. and start A është e mundur kjo? negotiations. Si Is dani this negotiated for possible? an hour? Is this Is it possible possible? at all? I would say in politics all things are possible. Think Do that të thoya in që në politikë politics gjithçka është e mundur. everything Besoj is se ndajmë me shumicën e is shqiptarëve possible. zhgënjimin që politika është personalizuar dhe është bërë